Përfaqësuesit e mazhorancës socialiste e opozitës kanë zbarkuar në Berlin për zhvilluar takime me figura të rëndësishme të Bundestagut e qeverisë gjermane. Delegacioni drejtuar nga kryetari i parlamentit Niko Peleshi ka zhvilluar një takim me presidenten e Bundestagut. Në këtë takim u diskutua procesi antarësimit të Shqipërisë në BE e mbështetja e Gjermanisë për vendin tonë në rrugën e integrimit. Sfidat që Shqipëria ka në rrugën për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian u diskutuan edhe gjatë takimit me kryetarin e Komitetit për Çështjet Evropiane. Pjesë e delegacionit të parlamentit janë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, Iris Luarasi e Rion Malaj. Nga opozita, Niko Peleshi zgjodhi të mos marrë përfaqësues nga Partia Demokratike, por mori Edmonda Gjinaso nga Partia e Lirisë e Redi Muçi nga Lëvizja Bashk. Ndërkaq një delegacion i Partisë Demokratike përbërë nga Gazmend Bardhi, Orida Tabaku e Klevis Balliu ndodhen në Berlin prej së martës se kanë zhvilluar disa takime në Bundestag e takime me përfaqësues të qeverisë gjermane. Deputetët e BT zhvilluan një takim me ministrin e Shtetit për Evropën Krish Baun, me të cilin biseduan për procesin e integrimit, duke i paraqitur shqetësimet e opozitës në lidhje me luftën kundër korrupsionit e krimit organizuar, përfshi edhe atë që Partia Demokratike e cilëson pengim të drejtësisë në rastin e ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Gjatë qëndrimit në Berlin, deputetët demokratë zhvilluan edhe takime me Komitetin e Çështjeve Evropiane, Komitetin për të Drejtat e Njerëzit, si dhe raporterin për Shqipërinë Peter Bayer. Dy delegacionet zhvilluan takime të ndara në Berlin e u bashkuan vetëm në takimin me Komitetin për të Drejtat e Njerëzit. Gjermania është një prej vendeve që ka mbështetur integrimin në BE. Qëndrimi i saj ndaj Shqipërisë ka rëndësi të veçantë në këtë moment kur vendi ynë ka hapur negociatat për antarësim.